shporta e qytetarëve po vazhdon të rëndohet për shkak të rritjes së inflacionit. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla vjetore e inflacionit në muajin prill ka arritur në 7.5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa inflacioni mujor ishte 1.1%. E ky qytetar u shpreh që fajtor është situata politike. Shohim për ditë, sidomos ato produktet bazike që duhet domosdoshmë për çdo ditë, ato janë shumë të shtrejta, edhe ato përna duhen me shpenzu begi shumë. Po situatën që e kemi hala jo në rregull, qeveria edhe kushtet që i prungta vetë e bun një gërqin politik, po ndohet që edhe ai ligji tavan që e kanë miratu, ajo alon nuk mund të marrë në shprehje. E njëjtë mendon edhe një tjetër. Çmimet janë shumë shtrejta. Çmimet janë shtrejta si në Gjermani, për personat që jetojnë këto katastrofë. Për kjo qeveria gabim, unë e shoh të qeveria gabim, si rritin çmimet, personat me parë pak, pensionerat, si shka më fol më tepër. Çmimet janë rritur edhe në sektorët e shëndetësisë me 4.7%, kujdesit personal dhe shërbimeve të ndryshme me 3.6%, mobiljeve dhe pajisjeve shtëpiake me 3.1%, rekreacionit, sportit dhe kulturës me 3.0%, si dhe veshjeve dhe këpucëve me 2.3%. Ndërkohë, inflacioni vjetor në mars të vitit 2026 ishte rritur mesatarisht 6.7%.